Përshëndetje të gjithëve. Sot do përgatisim një kek të butë dhe të shijshëm me limon të freskët, qumësht dhe urma arabie. Është një kombinim i lehtë dhe perfekt për mbasditet e gjata, për kafe ose çaj. Fillojmë nga puna. Kemi 3 vezë, i shtojmë në një tas. Shtojmë një pustin vanilje. Masa do ja u jap edhe me gramatura, por edhe me masa kuzhine. Një gotë me sheqer, gotat që po përdor janë 200 ml dhe është diku te 180 gram me sheqer. I bëjmë një përzierje të mirë derisa vezët me sheqerin të shkumohen, të zbardhet ngjyra. Pak nga pak po merr trajten që ne dëshirojmë. Këto janë vezë shati dhe nuk zbardhen shumë. Shtojmë një filxhan kafeje me vaj ose 60 ml vaj, një gotë me qumësht ose 200 ml qumësht. I përziejmë mirë. Dhe në fund fare nga përbërësit e lëngët do shtojmë lëngun e një limoni. I bëjmë përzierjen përfundimtare me mikser dhe më pas do ta largojmë mikserin. Çdo gjë do ta përfundojmë me dorë. Fillojmë të shtojmë miellin, kemi një gotë 200 ml sheme miell semolina, e matur në gramatura janë diku te 150 gram. Ndërsa 2 gota të tjera do t'i shtojmë me miell të zakonshëm. 2 gota janë 200 gram me miell. Një bustin 10 gram fryrës për ëmbëlsira. I bëjmë një përzierje të mirë. Shtojmë edhe gotën tjetër me miell. Gjithmonë mirë është miellin që ta sipni, pasi keku merr vëllim, merr volum. I bëjmë një përzierje të mirë. Për t'i dhënë më shumë shijen e limonit, do t'i grim dhe lëkur limoni. Brenda do t'i shtoj urma arabie, të cilat unë i kam prerë në pjesë të vogla. Shtojmë edhe lëkurën e një limoni. Gjithmonë nga ana më e imtë e rëndes marrim lëkurën e limonit. I bëjmë një përzierje të lehtë dhe brumin e kekut tashmë e kemi gati. Edhe formën e kekut unë e kam lyer me vaj dhe pudrosur me miell. Perimetri i tavës së cilës do përdor është 26 cm. E kam bërë gati, shtojmë brumin. Largojmë të gjithë brumin me spatull. Dhe direkt në furrë për 40 minuta në 170 gradë Celsius. Gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj. Ka nga ato furra që e rrëmbejnë në mes e skuqin më shumë, ndaj mund t'i vini në mes në minutat e fundit një pak letër furre, jo plotësisht tavën, por vetëm pjesën e mezit. Si e shikoni, keku është pjekur, sipër unë i shtoj sheqer prur dhe kemi gati. Shpresoj ta provoni këtë recetë në shtëpitë tuaja dhe ta shijoni po aq sa e shijuam edhe ne. Faleminderit që më ndoqët, me dashuri nga kuzhina ime.